Aktorja e humorit Rudina Dembacaj ka qenë e ftuar ditën e sotme në një emision. Ajo ka folur për marrëdhënien që ka me bashkëshortin e saj Mark Frokun. Së fundmi, Rudina ka pasur dhe premierën e filmit të saj Dashuri dhe Turbulenca, por marrë shkas nga titulli i filmit, ajo është pyetur nëse në dashurinë e saj me Markun a ka turbulenca. Aktorja tha se ka turbulenca të lehta dhe është shumë e lumtur që diskutimet e saj dhe Markut shkojnë vetëm në debate. Por, ajo ka zbuluar dhe bisedën e fundit që ka zhvilluar me partnerin e saj, tregoi se si ia shpreh dashurinë Markut. Patjetër që ka turbulenca shumë të lehta do thoja, dhe jam shumë e lumtur për këtë, dhe shumë krenare sepse diskutimet tona shkojnë maksimumi në debate. Të lexoj çfarë i kam thënë sot Markut. Unë gjatë gjithë kohës bëj shaka me Markun sepse dua ta kujtoj gjatë ditës, por nuk e bezdis ndonjëherë. E as ai mua me këtë alo ç'a po bën. Më duket shumë klishe. Dhe për t'i thënë një farë mënyrë tjetër që e dua, i thash: "Zemër, ka raste që mendoj se nuk do të lë asnjëherë dhe friksohem, se sikur po më ndryshon karakteri." Po si i ke këto mendime, zemër, ti vetëm e mua se s'ka si bëhet ndryshe, tregon ajo.